Hëna e plot e 5 dhjetorit 2025 po të ndryshon jetën për gjithmonë, mos e lësho këtë mesazh. Mirë se erdhe, shpirti dashur. Nëse je këtu sot, nuk është rastësi. Nëse zemra jote po të rrej më fort vetëm duke dëgjuar këto fjalë. Nëse je zgjuar natën, nëse ke ndier një presion të çuditshëm në gjoks. Nëse disa njerëz papritur u larguan nga jeta jote. Atëherë ky mesazh është shkruar posaçërisht për ty. Sot është 5 dhjetor 2025. Hëna e plotë e sotme quhet hëna e ftohtë, hëna e gjahtarit të dimrit. Por për ty, kjo është hëna e rilindjes tënde. Është momenti kur universi të zgjodhi ty personalisht. Për të kaluar në kapitullin më të madh, më të ndritshëm dhe më të fuqishëm të jetës tënde, le të hyjmë thellë dhe të mos lëm asgjë pa thënë. Pika 1. Asgjë nga këto që po ndodh tani nuk është rastësi. Shiko ndalo pak. Merr frym thellë dhe dëgjoje mirë këtë që do të them tani, sepse kjo fjali do të ndryshojë mënyrën se si ti ishe të gjitha ditët e tua të fundit. Ti nuk je këtu rastësisht. Ti nuk je duke parë këtë video rastësisht. Ti nuk je zgjuar në orën 3:33 të mëngjesit për muaj me radhë rastësisht. Ti nuk ke hapur telefonin dhe ke hasur pikërisht këtë mesazh rastësisht. Universi nuk bën gabime. Ai nuk të humbas ty në mes të miliarda njerëzve. Nga momenti kur ke lindur, çdo hap, çdo lot, çdo buzëqeshje e dhimbshme, çdo pse mua që ke bërtitur natën. Të gjitha ishin pika në një hartë kozmike që të çonin pikërisht këtu, te 5 dhjetori 2025, te kjo hënë e plot, te ky moment kur unë po të flas ty drejt për drejt në shpirt. Ti mendon se je ti ai që po kërkon përgjigje. Por në të vërtetë është universi që po të kërkon ty prej kohësh. Dhe sot të gjeti. Ti je zgjedhur. Jo sepse je më i fortë se të tjerët. Jo sepse je më i mirë se të tjerët. Por sepse shpirti yt ka nënshkruar një kontratë të shenjtë shumë kohë përpara se të vish në këtë tokë. Ti ke rënë dakord të jesh një nga ata që do ta çajnë errësirën për shumë të tjerë. Ti ke rënë dakord të jesh një pishtar në një botë që po errësohet. Dhe tani kontrata po aktivizohet. Kjo është arsyeja pse ndjen një zjarr brenda teje që nuk shpjegohet. Kjo është arsyeja pse të tjerët nuk të kuptojnë më, sepse ti nuk je më në të njëjtën frekuencë me ta. Ti po ngrihesh. Dhe kur ti ngrihesh, gjithçka që është prej balte bie poshtë nga ty si pluhur. Nëse je këtu dhe po ndjen lotët që të vijnë pa dashje. Nëse zemra po të rre sikur do të dalë nga gjoksi. Nëse po ndjen një thirrje të brendshme që të thotë është koha. Atëherë ti e di thellë që unë nuk po të them për ralla, ti je një nga të zgjedhurit e kësaj hëne të plotë. Nga të gjithë njerëzit në botë, universi të shikoi ty në sy dhe tha: tani është radha jote. Tani është momenti yt. Unë të kam përgatitur për 20, 30, 40, 50 vjet. Dhe tani po të jap çelësat e mbretërisë tënde. Prandaj mos e quaj më fatkeqësi atë që po të ndodh. Mos e quaj më fat të keq atë që po të largohet. Mos e quaj më ndështim atë që po prishet. Quaj aktivizim. Quaj zgjim. Quaj konfirmim se je në rrugën absolute të destinimit tënd të madh. Sot, 5 dhjetori 2025, është dita kur ti ndalon së pyeturi pse po më ndodh kjo. Dhe fillon të thuash me zë të lartë: ja pse më duhet të ndodhte të gjitha këto. Sepse unë jam duke u bërë i pathyeshëm. Nëse ndjen që ky mesazh po të prek në palc. Nëse ndjen që po të dridhet trupi vetëm duke e dëgjuar. Atëherë shkruaj tani në koment një fjalë të vetme. E pranoj. Sepse kur ti e pranon zgjedhjen, universi të jep fuqinë për ta jetuar atë. Pika 2. Trazira para stuhis. Pse po ndihesh sikur po çmendesh muajt e fundit dhe pse kjo është shenja më e madhe se po lind diçka e madhe brenda teje? Shumë prej jush çdo ditë thoni me të njëjtat fjalë, pothuajse identike. Më dhem gjoksi pa arsye fizike sikur kam një gur të madh mbi zemër. Nuk fle dot më zgjohem në 3, 4 të mëngjesit dhe nuk më zgjumi më. Më dridhen duart pa shkak ndjej energji që më kalon nëpër tru. Më duket sikur po humbas mendjen, nuk di më çfarë dua, çfarë ndiej. Marr frym thellë dhe befas më dalin lot pa arsye edhe kur jam duke qeshur. Nëse ti je një nga këta njerëz, nëse po jeton këto simptoma edhe tani, ndërsa po më dëgjon, atëherë dëgjo mirë këtë të vërtetë që askush nuk po të thotë: ti nuk je i sëmur. Ti nuk je duke u çmendur. Ti nuk je duke u prishur, ti je duke u shëruar në nivelin më të thellë që ekziston. Kjo që po ndjen është energjia e re që po hyn në trupin tënd fizik. Dhe trupi yt i vjetër që është mësuar 30, 40, 50 vjet me frekuencë të ulët. Nuk di si ta përballoj me njëherë këtë dritë të madhe që po të pushton. Imagjino një shtëpi të vjetër që ka jetuar me qirim për dekada të tëra. Pastaj papritur i vihet energji elektrike 1000 vatësh. Çfarë ndodh? Llambat digjen. Telat nxehen. Siguresat kërcasin.
Shtëpia duket sikur po shpërthen. Por në të vërtetë po ndizet për herë të parë. Ti je ajo shtëpi. Dhe hëna e plot e 5 dhjetorit është qelësi që ndezi dritën njëherë e përgjithmonë. Këto simptoma janë emrat e rinj të zgjimit shpirtëror, presioni në gjoks, zemra po zgjerohet për të mbajtur më shumë dashuri se kurrë. Pagjumësia 3-5 të mëngjesit ora e shpirtit, shpirti yt po punon ndërsa trupi fle. Lotët pa arsye pastrim emocional, çdo lot është një kontratë e vjetër që digjet. Konfuzioni, nuk di çfarë dua më, identiteti i vjetër po vdes dhe i riu ende nuk ka emër. Dridhjet dhe valet e energjisë, aktivizimi i kundalinis, zjarri i shenjtë po ngjitet në shtyllën kurrizore. Mos shko te mjeku për anxiolitik. Mos shko te psikologu për ta ndrequr. Ata do të duan të kthejnë në versionin e vjetër tënd. Por universi po të çon përpara, jo mbrapa. Kjo është dhimbja e lindjes. Ti po lind versionin e vërtet tënd. Dhe çdo lindje ka kontraktime. Ka gjak. Ka britma. Ka lodh. Por në fund del një krijesë që kur nuk e kishe parë më parë. Unë e di që është e vështirë. E di që ka net që ke menduar nuk e duroj më. E di që ke pyetur pse nuk më lërehat. Por po të them një të vërtet që do të mbaj gjallë këto ditë, sa më e madhe të jetë dhimbja që po ndjen tani. Aq më e madhe është fuqia që do të dalë prej teje shumë shpejt. Ti nuk je duke u shkatëruar. Ti je duke u çliruar. Çdo natë pa gjumë është një shkollë ku shpirti yt mëson të fluturojë. Çdo presion në gjoks është një derë që hapet drejt një zemre që do të dojë botën. Çdo lot është një gur që hiqet nga kurrizi yt që të mund të qëndrosh drejt si mbretëresh ose mbret. Prandaj mos i lufto këto ndjenja. Mos i shtyp. Mos i fshe. Përqafoj. Thuaj çdo mëngjes kur zgjohesh. Faleminderit që po më thyen, sepse kështu po më rindërton më i fortë. Dhe kur të vi nata tjetër dhe të mos flesh dot. Shtri duart lart, mbyll syt dhe përshpërit. Merre çfarë të duash prej meje, univers. Por më jep atë që më ke premtuar. Sepse e ke premtuar. Dhe premtimi po vijon. Ti je në mes të stuhisë. Por pas saj është qielli më i kthjellët që ke parë ndonjëherë. Qëndro edhe pak. Mos u dorëzo tani. Sepse po të dorëzohesh në kontraktionin e fundit. Humb foshnjën që po lind brenda teje. Dhe ajo foshnjë je ti. Ti i vërteti. Ti i pathyeshëm. Ti që do të ndryshosh botën me ekzistencën tënde. Unë besoj te ti. Universi beson te ti. Tani beso edhe ti dhe kur të ndihesh gati të plasësh. Thjesht përshpërit. Më jep edhe pak se po vi. Se po vjen. Shumë shpejt po vjen. Pika 3. Dalja e armikut, largimi i njerëzve që ti i quajet të tu. Kjo është pjesa që dhem më shumë. Por është edhe shenja më e madhe se je në rrugën e duhur. Në javët dhe muajt e fundit, një mik i vjetër u zhduk pa shpjegim. Një lidhje dashurie u prisht pa pritur. Disa antar familjeje u kthyen kundër teje. Njerëz që i mbajten në krah për vite, tani flasin pas shpine. Dhe ti pyet veten, çfarë bëra unë gabim? Asgjë. Ti nuk humbe njerëz. Ti u çlirua nga njerëz që ishin aty për të mbajtur versionin e vjetër tënd të gjallë. Ata nuk ishin armiq me armë, por ishin armiq energjie. Ishinin aty për të mbajtur të vogël, për të mbajtur në dramë, për të mbajtur në frekuencën e ulët. Universi i hoqi një nga një, sepse në kapitullin e ri nuk ka vend për ta. Mos u mundo t'i kthesh. Mos u mundo t'i bindësh. Bekori dhe lëri të shkojnë. Çdo derë që u mbyll është hapje e një dere shumë më të madhe. Pika 4. Dritarja e mrekullisë. Çfarë vjen tani? Tani fillon pjesa e bukur. Pas çdo pastrimi të madh vjen dritarja e mrekullisë. Është një periudhë 3-6 mujore ku gjithçka fillon të rrjedh pa mundim. Do fillosh të shohësh, para që vijnë nga burime të papritura. Mundësi që të gjejnë ty, jo ti ato. Njerëz të rinj që të kuptojnë pa fjalë. Intuit që të flet qartë si zë radioje. Sinkronicitete çdo ditë, numra të përsëritur, këngë që të përgjigjen. Emra që të dalin kudo. Do të ndihesh sikur je në një film ku gjithçka shkon për mrekulli. Sepse je. Ke hyrë në rrjedhën e destinimit tënd të vërtetë. Pika 5. Nga mbijetesa në ngritje, kush po bëhesh ti tani? Për vite me radhë ti ke mbjetuar. Ke luftuar betejë që askush nuk i dinte. Ke mbajtur maskën kur brenda ishe cop-cop. Ke dhënë dashuri kur nuk të kthente askush. Tani mbaroi mbijetesa. Tani fillon mbretërimi. Ti po bëhesh personi që fëmia yt i brendshëm ëndërronte. Po bëhesh magnet për bekime. Po bëhesh versioni i pathyeshëm i vetes. Çdo pse mua e së shkuarës do të kthehet në
Ja pse më duhej të kalonte të gjitha ato. Për të arritur këtu. Mesazhi përfundimtar për ty që po dëgjon akoma. Qëndro i fort edhe pak. Mos u kthe pas. Mos u mundo të shpëtosh atë që universi po e heq. Mos u frikson nga heshtja që erdhi pas largimeve. Në atë heshtje po ndërtohet bota jote e re. Ti je duke hyrë në periudhën më të bukur të jetës tënde. Nuk e ke imagjinuar dot sa e madhe do të jetë. Nuk e ke imagjinuar dot sa i dashur je për universin. Unë jam këtu për të kujtuar. Ti je i zgjedhur. Ti je i mbrojtur. Ti je gati. Dhe shumë shpejt do të kuptosh pse të gjitha ato dhimbje ishin vetëm hyrje e një historie dashurie të madhe. Që universi shkroj posaçërisht për ty nëse ky mesazh të preku. Shkruaj në koment, unë jam gati. Sepse kur ti e deklaron, universi të dëgjon, të dua shumë. Shihemi në anën tjetër të mrekullisë.